Përshëndetje të nderuar teleshikues, do jemi së bashku në edicionin informativ të lajmeve në televizionin Media Plus. Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Bashkisë së Lezhës ka diskutuar disa pika të rëndësishme që lidhen me disa projekte në këtë bashki. Ndër më kryesoret në këtë takim u diskutua mbi masat e marra për kalimin e ujësjellësit në administrim të bashkisë, kontrollin mbi territorin në fushën e ndërtimeve, miratimin e projekt vendimit për ndryshime në buxhetin e vitit 2011. Po ashtu, në këtë takim, u miratua dhe ndihma ekonomike, si dhe u diskutua ndryshimi i emrit të Pallatit të Kulturës së Lezhës. Mbledhja e Këshillit të Bashkisë Lezhë është fokusuar në disa pika të rëndësishme që kanë të bëjnë me një raport të kryetarit të bashkisë mbi masat e marra për kalimin e ujësjellësit në administrim të Bashkisë Lezhë, masat e marra për kontrollin mbi territorin dhe zbatimin e ligjeve në fushën e ndërtimeve në këtë bashki, realizimi i detyrave në fushën e sipërmarrjeve dhe masat e marra për përmirësimin e punës në të ardhmen. Miratimi i projekt vendimit për shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2011 të bashkisë, si dhe miratimi i masës së ndihmës ekonomike. Mbledhja në fillimet e saj pati tensione dhe u ndërpre, por të filluar pas një analize që u bë që në fillim procedimit për rendin e ditës. Është miratuar ndihma ekonomike e muajit, por me një projekt që ka për qëllim pjesëmarrjen e qytetarëve, që shpërblehen me një ndihmë të tillë në punë komunitare. Unë kam shqetësim të bardhë dhe i përbashkët atyre që kanë qenë. Si ka mundësi që ndihmë ekonomike zgjedhas një herë para, marrohet punë me të? Si ka mundësi? Si para si funit do kryet sot ajo, si para si funit sot do kryet mbledhje. Sot nuk e çfarë arsye ka që nuk vjet e para. Siç kemi rënë një herë dakord parim në një mbledhje këshilli. Thjesht shpreh keqardhje pse 7.1% e popullsisë e familjeve të Lezhës trajtohet me ndihmë ekonomike. Kjo është problem që duhet shikohet thellë. Faktën edhe ne trajtojmë më ndrysh. Dhe e dyta është që në një pjesë të kësaj parashikohet që një pjesë e këtyre personave që marrin ndihmë ekonomike të jenë të kurzuar që të bëjnë një punë dytitore në komunitet. Në mënyrën se si është ndarë kjo, më duket si e parakoshme që ne të përcaktojmë emrat që kush do punojnë bie fjala me 21 deri 22 dhjetor. Që do të thotë që ai ndoshta mund të dalim nga skema ekonomike dhe ne kena me ato është pak i parakoshëm, duket mënyrën se si është ndarë ky grafik punimit. Meqense në listën e ndihmës ekonomike janë edhe persona për shkak të pamundësisë për t'u gjetur punë, pra që nuk kanë paaftësi, por janë të aftë për punë, ne jemi përpjekur që duke shfrytzuar edhe ligjin, tashmë ndryshimin e ligjit, të kthejmë fondin e ndihmës ekonomike në projekt. Duke bërë të mundur që këto persona, të cilët marrin pjesë në këto projekte, arrijnë që të kenë një pagë akoma më të mirë. E dyta, nëpërmjet kësaj iniciative, ne pastrojmë listën e ndihmës ekonomike, që do të thotë njerëz të dy punësuar, që nuk është e lehtë të verifikohen, për shkak sepse punojnë edhe në të zezë. Pra njerëz të cilët nuk kanë mundësi që të marrin pjesë në këtë projekt për shkak të dy punësimit, pastrohen nga lista e ndihmës ekonomike. Për ta stabilizuar punën në furnizimin e popullatës me ujë të pishëm, janë diskutuar masat e marra për kalimin e ujësjellësit në administrim të bashkisë, pas një projekti të detajuar për këtë punë. Pas diskutimeve nga këshilltarë të ndryshëm, është kaluar dhe në zgjedhjen e antarit të bordit të kësaj ndërmarrje dhe konkretisht antari i Këshillit të Mazhorancës Tonin Uldedaj. Një projekt tjetër i diskutuar ka të bëjë me mbledhjen e mbeturinave plastike në mënyrë të diferencuar, projekt që mendohet të bëjë pjesëmarrës komunitetin. Në diskutimin për shtesat e buxhetit për vitin e ardhshëm janë parë disa elementë të përmirësuar që kanë të bëjnë me shërbime ndaj targeteve të ndryshme të qytetarëve, si studentët, përmirësime infrastrukturore në disa ambiente të tjerë. Në një nga pikat e mbledhjes është diskutuar dhe për ndryshimin e emrit të Pallatit të Kulturës Lezhë, për t'i vënë emrin e një prej artistëve MNZ të Lezhës, Detën Duel Azri, artist i merituar, për kontributin e dhënë ndër vite në lëmin kulturor dhe trashëgimor, propozim që u miratua në mënyrë unanime nga këshilltarët. Data 1 tetor shënon edhe fillimin e regjistrimit nga regjistruesit zyrtar për popullsinë dhe banesat, procesi i cili do të zgjasë deri më datën 21 tetor. Sipas instatit, përkatësia etnike dhe ajo e besimit do të mbetet në dëshirën e deklaruesit. Ndërsa Aleanca Kuqezi ka kërkuar që këto dy pika të mos plotësohen nga shqiptarët, pasi mund të ketë edhe manipulime në ndryshime për sa i përket këtij problemi.
Edhe pse 1 tetori i takon ditë e shtunë, pra ditë pushimi zyrtar për administratën, 15.000 regjistruesi zyrtar të trajnuar nga Instat do të trokasin në dyert e shqiptarëve për të filluar procesin e regjistrimit. Procesi do të zgjas deri më 21 tetor. Shqiptarët do të relatojnë të gjitha të dhënat e tyre përfshi dhe kombësinë dhe besimin fetar. Dy çështje mjaft të debatuara jo politikisht, por publikisht nga shoqëria civile e pikërisht nga Aleanca Kuqezi, që aktualisht drejtohet nga nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spahiu. Sipas Instatit, përkatësia etnike dhe ajo e besimit mbetet në dëshirën e deklaruesit ta bëjnë të njohur apo jo. Pra nuk është detyrim, ndërsa Aleanca kërkon që këto 2 pika të mos plotësohen nga shqiptarët, pasi do të ketë manipulime dhe të dhëna jo të sakta sa i takon numrit të minoritetit grek apo slav në Shqipëri, të dhëna që mund të manipulohen edhe me gjendjen civile. Aktivistët Aleancës Kuqezi shpjegojnë faktin se pse është rrezik për kombin numërimi i shqiptarëve mbi bazë etnie dhe fetare. Sa i takon deklarimit të besimit fetar, këtë shumë mirë mund ta bëjnë vetë besimet fetare në vend, pasi shteti në kushtetut është i caktuar si laik, ndërsa sa i takon etnisë, ajo nuk është e nevojshme të bëhet, pasi regjistri i gjendjes civile e përcakton qartë etninë e shqiptarëve. Ai dyshon se pikërisht për etninë të dhënat nuk do të jenë të sakta dhe sipas tij nuk do të jetë fundi i manipulimit, por fillimi i degradimit. Pas marrëveshjes së nënkryetarit të Konfederatës së Minatorëve me përfaqësuesit e kompanisë ACR, minatorët e Bulqizës e kanë ndërprerë grevën e urisë. Mësohet se nga kompania është rënë dakord plotësimi të gjitha kërkesave të minatorëve, duke përjashtuar vetëm kërkesën për largimin e drejtorit të minierës. Minatorët e Bulqizës ndërprejnë sot grevën e urisë, një ditë pasi përfaqësuesit e nënkryetari i Konfederatës së Minatorëve të Shqipërisë zotit Taf Koleci nënshkruan një marrëveshje me përfaqësuesit e kompanisë koncesionare ACR. Marrëveshja pritet të japë fund protestave maraton si dhe grevës së urisë, e cila dje hyri në ditën e 11, sot ishte dita e 12. Siç ishte paralajmëruar nga Taf Koleci, sot rreth orës 9 minatorët ndërprejnë grevën e urisë. Mësohet se gjatë takimit organizuar dje në Tiranë është rënë dakord që të plotësohen të gjitha kërkesat e minatorëve, përveç kërkesës për largimin nga detyrat të drejtorit të minierës Medat Zogu. Unë i përfaqësova minatorët institucionalisht. Gjatë takimit me krerët e kompanisë ACR, u ra dakord që të plotësohen këto kërkesa, të kenë transparencë të plotë të investimeve në minierën e Bulqizës nga niveli 16 në nivelin e 20, rritje të pagës neto në 20%, pagim të ditëve të grevës në 2 muaj, si dhe përmirësimin e kushteve të minatorëve në punë, pohoi kryesindikalisti Taf Koleci. Ndërkohë, ai sqaroi se brenda 5 ditëve para do të depozitohen në llogaritë e minatorëve. I pyetur në lidhje me kërkesën për heqjen e drejtorit Medat Zogu, kryesindikalisti u shpreh: "Kjo është pikë lënë e hapur për diskutim dhe do të shihet në bazë të ecurisë së punës." Për gjatë ditëve të grevës që u zhvilluan në ambientet e një prej godinave pranë kompanisë koncesionare ACR, minatorët deklaruan se nuk do të hiqnin dorë nga plotësimi i të gjitha kërkesave të tyre. Në një aksident në kryqëzimin e fshatit Shënkoll janë përfshirë 4 automjete, nga të cilat mbeti i plagosur një shtetas. Sipas policisë, shkaki i këtij aksidenti ka qenë parakalimi i gabuar i njërit prej automjeteve. Një aksident i 4 fishtë ndodhi në kryqëzimin e Shënkollit, ku janë përfshirë 4 makina, 2 me targa të Kosovës dhe 2 të vendit. Nga ky aksident mbeti i plagosur drejtuesi i automjetit, Golf 4 me targa të Kosovës, i cili gjendet në spitalin rajonal të Lezhës. Policia e cila ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes ka nxjerrë si shkak të këtij aksidenti parakalimin e gabuar të makinës tip Golf me targa KS 06283AB. Ky parakalim ka bërë që përplasje të shkojnë në konvejer duke dëmtuar 2 makina tërësisht dhe 2 të tjera po ashtu me dëmtime më të lehta. Shkolla nëntëvjeçare në Gurës të Kurbinit e ndërtuar në vitin 2002, për sa i përket kushteve dhe interesimit për mirëmbajtjen e saj, është një nga shkollat që çdo kush do dëshironte të mësonte fëmijën e tij. Por interesimi më i madh për mirëmbajtjen e saj vjen jo vetëm nga trupa pedagogjike, por nga gjithë komuniteti. Ndryshe nga disa vende të tjera, qytete apo fshatra, ku shkollat edhe nëse investohen të reja nga themeli, për pak muaj gjenë sërish të shkatruara. Tjetër pamje tregon shkolla nëntëvjeçare në Gurës të Kurbinit. E ndërtuar nga themelet në vitin 2002, ajo është mirëmbajtur çdo ditë nga fëmijët, mësuesit, por dhe me kujdesin e vazhdueshëm të komunitetit vendas.
Banorët e këtij fshati e duan arsimin dhe i përkushtohet atij, kur bëhet fjalë për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve të tyre, dhe ky kujdes materializohet më së pari tek ruajtja e godinës së re, duke vazhduar traditën e mirë brez pas brezi. Drejtori i shkollës Gjok Bici flet për mikrofonin e Media Plus rreth punës që bëhet për mirëmbajtjen e këtij ambienti, duke ja dedikuar më së shumti ndjeshmërisë pozitive të banorëve të atyshëm. Drejtor, sa kohë keni që drejtorin e këtë shkollë? Në këtë shkollë kam 12 vjetë që jam drejtori. Çfarë keni si profesion, si deg? Unë kam marrë për biokimi, kam marrë universitetin për biokimi, jam mësues kimjet prej shumë vitesh, kam ndodhur edhe në shkollën e mesme dhe vazhdoj të jem mësues kimjet. Sa nxënës ka shkolla? Shkolla ka 310 nxënës dhe për fat keq numri nxënësve po bien, për arsye se në këtë zonë nuk ka të ardhur, janë të gjithë venës edhe ka lista e fëmijëve vjen me numër shumë të madh, por që janë jashtë shtetit dhe ka numër të kufizuar të fëmijëve nga viti në vit, reduktim klasash dhe po shkojmë drejt klasave teke. Ka performancë pozitive kjo shkollë? Natyrisht, është një shkollë me të shumë traditë. Shkolla është hapur në vitin 1919, është një zonë shumë arsimdashëse dhe për faktin që kam 12 vjet këtu dhe nuk më shtyr një xham. Domethënë është një ambienti, shikojeni, është fruti i punës së mësuesve, po dhe i komunitetit që e don shkollën, e mbron edhe që është shumë dashamirës me mësues. Diçka që më bëri përshtypje ishte vërtet mirëmbajtja e kësaj shkolle. Domethënë nga më të veçantë që kemi parë deri tani me kamerën tonë. Atëherë le të themi kur është rikonstruktuar shkolla? Shkolla është ndërtuar në vitin 2002. Është inauguruar shkolla, ndërsa shkolla pjesa tjetër është rikonstruktuar në vitin 1999. Edhe që nga i vit këtu nuk është bërë asnjë lloj ndërhyrjet për merremetime, përjashton e gjatë të thjeshtë, domethënë. Kjo fal punës kolegëve, fëmijëve, bashkëfshatarëve të mi, të cilët thash në fillim janë mjaft arsimdashës, mjaft dashamirës edhe me shkollën dhe me mësues dhe me nxënësit. Pash dyrë të cilat kur i shohin rëndom nëpër shkolla, i shohim të shkatëruar për plasë, gjatë gjithë kohës që po qëndronim këtu, në fakt nuk dëgjova asnjë për plasë. E para, pash bankat të cilat nuk janë të prishur, tabela, xhama jo të thyer etj me radhë. Është konscienca e nxënësve këtë apo e keni organizuar në mënyrë të veçantë ju? Jo, këtu ka një rregull që çdo dëmtim çdëmtohet brenda ditës. Ka filluar kështu dhe pastaj kjo erdhi dhe u bë normë dhe të gjithë e dinë. Po u prish banka duhet riparuar. Po u prish dera duhet riparu patjetër. Edhe kjo ka pas vlera pozitive. Ambientet e shkollës pasqyrojnë kësaj kulture pastërti nga do kalon me kamër, si në mjediset e jashtme, ashtu dhe në korridore, klasa e kabinete, stendat në mure apo gjetk në mjediset e shërbimit. Natyrisht një mjedis i tillë nuk ka si të mos krijojë ndjeshmëri dhe për rezultate të larta, çka na konfirmon edhe vetë drejtori i shkollës Bici. Prodhimi vendas ndonë se ka cilësi më të mirë se prodhimi i huaj, shpeshherë mbetet stok, për arsye të mos tregtimit të tij dhe mos stimulimit me masa lehtësuese nga dikasteret përkatëse. Kështu në fshatin Gjoric të Bulqizës, një pemtore me 6 hektar moll po kalbet, pasi nuk ka mundur të hyjë në tregun vendas, e në vend të saj po tregtohet molla e hyrë nga Maqedonia, për shkak të çmimit më të ulët të saj. Nga rreth 360 ton mollë e vendit me cilësi të lartë dhe me shije origjinale, shumica po kalbet në pemtoret e një parcele 6 hektarshe, si të lartë dhe me shije origjinale në Dibër. Molla tip Starkinge, që për nga cilësia të i kalon mollën e çdo marke të prodhuar deri më tani, nuk po mundet të deportojë në tregun vendas, pasi bariera e vihet për nga mënyra se si organizmat shtetëror sillen me prodhimin vendas.
Molla hyn më së shumti nga tregu Maqedonas, duke lënë stok mollën e Gjoricës, edhe pse ka një cilësi kaq të lartë. Kjo për arsyen se molla Maqedonase hyn me kosto më të ulët, pasi qeveria Maqedonase i jep përparësi prodhimit vendas, duke i stimuluar me herbicide apo kredi të buta e masa të tjera lehtësuese, deri në subvencionimin e mallit kur ai prishet, gjë që në Shqipëri nuk ndodh. Madje në vendin ton askush nuk shkon t'i shoh këto oaze prodhimi, pa më të stimuloj masa lehtësimi për këtë prodhim. Agronomi i bujqësisë në komunën e Gjoricës shprehet e shqetësuar për këtë humbje prodhimi pa të drejtë. Në komunën e Gjoricë, si rezultati teknologjive të reja që kryesisht kanë ardhur nga njerëz që kemi në migrim dhe kanë investuar në mënyrë masive për kulturën e mollës dhe kultura tjera, por kryesisht për mollën, janë rreth 80 dylim me mbjellje intensive që prodhojnë rreth 60-70 kuntal mollë për një dylim. Pra, si rezultati i këtyre teknologjive dhe shërbimit dhe i kulturës gjoricare që ka një kulturë shumë të mirë për mollën, krahas të kultura tjera, ne bëjmë prodhimin e mollës me cilësi që konkurrojmë paktën me Dibrën që ka qenë kampion. Edhe mund ta konkurrojmë për teknologjinë intensive. Ndërsa, për sa i përket evadimit, megjithëse cilësia është shumë e mirë, megjithëse, më thonë, gjithë ky prodhim bëhet, por evadim dhe, më thonë, treg nuk ka. Tregu në radhë parë na mbyt Maqedonia, e cila prodhon me kosto më të lirë, sepse inputet edhe subvencionin e ka më të mirë ai bujku Maqedon, ndërsa ne inputet na mbysin sepse është 90.000 lekë një kuntal dap. Bëhet e ditur se parcela në fjalë është mbjellur me këtë platacion mollësh nga një grup emigrantësh të fshatit, të cilët kanë investuar me idenë se po përkraheshin nga qeveria dhe shteti shqiptar. Ata kanë kërkuar të ndihmohen me kredi të buta për të ndërtuar një frigorifer 30 ton që të ruanin prodhimin, por askush nuk ua ka dhënë këtë mundësi. Ndaj banorët e fshatit vazhdojnë të aplikojnë ruajtjen me metoda tradicionale nëpër kavaleta, çka sjell kalbje të konsiderueshme të prodhimit. Banorët apelojnë tashmë për ndihmë, pasi aty janë të punësuar shumë prej tyre, si dhe presin që të rrisin prodhimin e jo ta mbledhin të kalbur nga degët. Në një intervistë të tij, presidenti Topi është përgjigjur fyrjes që i ka bërë kryeministri Berisha 8 muaj më parë, duke theksuar se ai ka qenë dhe do të mbetet një qytetar i bulevardit të Tiranës, në ndryshim nga Berisha që e kishte bllokun si shtëpinë e tij. Po ashtu ai ka deklaruar se do të ketë një angazhim të ri në politik me një formacion tjetër të djathtë. Unë në bulevard si qytetar, por Berisha në blok si në shtëpinë e tij. Ka qenë kjo përgjigja e parë por shpërthyese e presidentit Bamir Topi, 8 muaj pas fyrjes publike që i bëri kryeministri Sali Berisha pas 21 janarit. Në një intervistë shpërthyese dhe emocionale, por edhe elokuente politikisht, kreu i shtetit ka shpërthyer mbrëm duke deklaruar gjithashtu kthimin e tij vitin tjetër në politik me një formacion të djathtë. Presidenti e cilësoi deklaratën me mungesë etike qytetare, humbje e kontrollit, mungesë totale të etikës qytetare, kalimi në sulme kaq virulente, natyrisht që të bën që tjetrin ta mëshirosh, sepse kur del nga kontrolli, ta bën ta mëshirosh. Një intelektual, një qytetar para se të jetë zotëri bulevardi, është qytetar i 2 familjeve shumë të vjetra të Tiranës. Në vitet e komunizmit dhe për këtë janë dëshmitar intelektual dhe të rinj të Tiranës, që e kthyen bulevardin në institucionet e disidentës qytetare. Aty bëheshin biseda, aty shihej diferenca me një qytet të ndaluar, sikurse ishte bloku dhe qytetarët e Tiranës. Unë personalisht gëzoj një memorje shumë të fortë. Kam parasysh që të rinjtë e Tiranës kalonin në monotoni të plot orët e darkës, ndërsa pak zotrinj arrinin të futeshin me shumë krenari në qytetin e ndaluar, tha Topi. Pjesa më interesante e intervistës së tij shpërthyese ishte ajo kur me një përgjigje të prerë, ai u përgjigj pyetjes nëse vitin tjetër ai do të rikthehej në politik. Janë 3 elemente që kam thënë në intervistën e viteve më parë, aktiv i fort dhe s'është çudi. Sa më afër jemi në përfundim të mandatit, kjo s'është çudi, merr një karakter afirmativ. Natyrisht që po, theksoi Topi. Topi sqaroi dhe çfarë orientimi do të ketë angazhimi i tij i ri politik. Nëse ka diçka që mund të them në mënyrë kategorike, prerazi dhe qartë, është që unë i takoj të djathtës, qendrës së djathtë.
Kjo nuk është thjesht për të qenë luajal me formimin tënd individual. Këtu janë disa gjëra që kondicionohen nga tradita familjare, nga shumë momente të rëndësishme historike, por dhe çështje të principialitetit dhe luajalitetit me veten në radhë të parë, por dhe me mjedisin, theksoi Topi. Por Topi la ende të hapur betejën për presidentin e ardhshëm. Ai këmbguli se Shqipërisi duhet një president nga populli. Kryeministri Berisha ka marrë pjesë në inaugurimin e rrugës Gjinar Elbasan me një gjatësi prej 21 kilometra. Në këtë inaugurim ai ka theksuar dallimet që ekzistojnë ndërmjet tij dhe Edi Ramës në drejtim të veprimeve që bëjnë në interes të shqiptarëve. Sipas tij, përpjekjet e bëra nga qeveria për realizimin e projekteve në dobi të shqiptarëve po vijnë përballë bllokimeve të Edi Ramës, pasi Edi Rama di të zgjedh vetëm rrugën e bllokimit. Inaugurimi i rrugës Gjinar Elbasan me një gjatësi 21 kilometra dhe që lehtëson lëvizjen për 15.000 banor të zonës atje dhe ka impakt në zhvillimin e turizmit malor dhe agrobiznesit, ishte një rast i mirë për kryeministrin Berisha të bënte dallimin mes tij dhe Edi Ramës. Një dallim që sipas kryeministrit Berisha matet me veprimet e të dyve në interes ose jo të shqiptarëve. Pasi u përqendrua gjatë në përpjekjet e qeverisë për të përmirësuar jetën e shqiptarëve nëpërmjet realizimit të projekteve të zhvillimit në infrastrukturën rrugore, në turizëm dhe bujqësi, kryeministri Berisha tha se këto përpjekje të përbashkëta me qytetarët janë vënë përballë me alternativën e bllokimit të Edi Ramës. Një nga shembuj që dha kryeministri Berisha ishte heqja e vizave, për të cilën ai tha se ka vetëm një arsye, përse Edi Rama punoi kundër. Kryeministri Berisha mendon se Edi Rama ka zgjedhur rrugën e bllokimit edhe pas shpalljes së 10 kërkesave, pa pranimin e të cilave opozita nuk do të votojë asnjë ligj me shumicë të cilësuar. Urdhëro të marrim rregullorin e Parlamentit Evropian dhe në qoftë se rregullorja e këtij parlamenti ka qoftë dhe një nen që nuk përputhet me rregulloren e tempullit të demokracisë europiane, urdhëro ta ndryshojmë, por ai nuk i do këto. Këto i ka thjesht fars. Një lloj si në vjeshtën e vitit 2009. Ai kërkon këto vetëm e vetëm që të shkojë drejt Kongresit dhe të marrë vendimet e tij, vendime të cilat do japin në 2013-ën disfatën më të thellë që ka njohur në tërë historinë e vet. Dhe tani vijojmë me lajmet nga bota. Kriza e borxhit europian i ka dhënë mundësi të reja ekonomike Kinës për të zgjeruar praninë e saj brenda Europës, ndërsa zyrtarët kinezë kanë deklaruar se Kina do të vazhdojë ta mbështesë euron, pavarësisht thellimit të borxhit në disa vende të Bashkimit Evropian. Sipas një raporti të Këshillit Evropian, Kina nga ana e saj ka arritur të bëjë marrëveshje shumë të leverdishme me disa vende europiane. Kina rikonfirmoi angazhimin e saj kundrejt monedhës euro dhe ekonomisë evropiane, në një kohë kur shtohen shqetësimet mbi aftësinë e zyrtarëve europian për të dalë me shpejtësi nga kriza e borxhit. Kina ka investuar shumë në Europë dhe disa analistë thonë se asaj nuk i mbetet gjë tjetër veç se të mbështesë euron. Por analistët thonë se kriza po përshpejton përpjekjet e Kinës për të zgjeruar praninë e saj ekonomike brenda Europës. Zyrtarë kinezë kanë përsëritur disa herë këtë javë se Kina do të vazhdojë të mbështesë euron, pavarësisht thellimit të krizës së borxhit në disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, si Italia dhe Greqia. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Hong Lei u tha gazetarëve se Pekini shpreson që Europa të ketë aftësinë dhe urtësinë e duhur për ta kapërcyer krizën e borxhit dhe për të garantuar kështu sigurinë e investimeve kineze. Rreth 25% e rezervave të mëdha valutore të Kinës, të cilat kapin vlerën e 2.8 trilion dollarëve, janë të investuara në tregje ku mbizotëron euroja, duke e bërë kështu Pekinin shumë të cënueshëm nëse bie vlera e monedhës. Ndërkohë që vendet europiane në krizë duan të gjejnë mbështetje, disa prej tyre që më parë shikonin Kinën me dyshim, po kërkojnë tani ndihmën e saj. Një raport i ri i Këshillit Evropian mbi marrëdhëniet e jashtme thotë se Kina po përfiton nga kriza, duke arritur marrëveshje shumë të leverdishme dhe duke blerë borxhet shtetërore të vende evropiane me deficit të lartë. Është vrarë në Yemen nga një sulm ajror amerikan një klerik radikal me origjinë amerikane, i cili është i lidhur me forcat e Al-Qaedës. Nga qeveria e Yemenit ende nuk është dhënë hollësi për vdekjen e tij. Një klerik radikal me origjinë amerikane i kërkuar nga Jemeni dhe Shtetet e Bashkuara është vrarë në Yemen, me sa duket nga një sulm ajror amerikan.
Ministri i Yemenit si mbrojtës tha se Anwar al-Awlaki, i cili është lidhur me forcat e Al-Qaedës në vend, u vran së bashku me disa militantë të tjerë të dyshuar. Detajet se ku dhe si u krye sulmi ende nuk janë dhënë. Qeveria e Yemenit nuk ka dhënë ende hollësi për vdekjen e tij. Burimet fisnore dhe të sigurimit në Yemen thanë se Awlaki u vra sot paradite nga një sulm ajror, që kishte si objektiv një autokolon të Al-Qaedës në lindje të vendit. Njoftimet thonë se në mision u përdorën avion amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë kryer dhe më parë sulme me avion pa pilot kundër objektivave të Al-Qaedës në vend. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër mund të klikoni në websajtin tonë zyrtar mvisplus.tv. Bashkë mirupafshim.